أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të gjemati pranishëm në këtë xhami, lusim Allahun e madhrishëm që gjithë neve që e kemi nda mendjen dhe na e ka dashur zemra që në këtë orë të kësaj dite dvim në xhami për ta kryer një detyrë dhe obligim karshi Allahu Dhu Xhelal, për t'ju përgjigj thirrjes së Allahu subhanahu wa taala. Lusë Allahun e madhëshëm që gjithë neve Allahu në e pranon adhurimet tona. Lusë Allahun e madhëshëm që Allahu në mbulon me mëshirën e ti, në mbulon me bekimet e tia, në ep të mirat e kësaj bote dhe të mirat e ahiretit. E lusë Allahun e madhë që gjithë neve që jemi në këtu këtë xhami e familjarët e tonë që i kemi, Allahu Dhu Xhelal të gjithëve na bën banor të xhenetit Firdaus inshallahu taala. Xhamati nderuam, sot para jush du me fol pak për një sure të shkurtër, të cilën sure besoj që krejt ju e dini. Nëse ka dikush që nuk e din këtë sure, është mirë që sot mas gjumaje me nis me mësu. Ose nesër sabah me shku të hoxha i xhamis më të afër, xhamisë së mahallës, edhe me mësu. Cila është kjo sure? Është sure e shkurt. Edhe shumica ndaj thash apo të gjithë e din, quhet sureja El-Kauthar, ku Allahu Dhu Xhelal thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaç është? Një rresht i Kuranit. Edhe mës me e dit, atë parashtrohet pyetja ti me cilën sure falesh. Kjo është sure më e shkurtër. Me cilën sure ti falesh. Çka do më thonë kjo sure? Inna, me të vërtet, ne, thot Allahu Dhu Xhelal, ty o Muhammed, ta kemi dhanë Kautherin. Çka është Kautheri? Ulemat kanë thonë dy kuptime i ka Kauthar. Një është kuptim shumë të mira. Një është kuptim lumi i xhenetit Kauthar. Na ta kemi dhonë ti Kautherin, na ta kemi dhonë ti shumë të mira në dynja, dhe ta kemi dhonë Kautherin në ahiret. Pse? Se para kësaj na ta kena dhonë pejgamberllukun. Dhe ti ke bot çmos, je lodh, je raskapit, je angazhu, si e ndal ditën dhe natën për ta shpërnda këtë mirë Zotit tek njerëzit me gjithë vështirësit, peripecit, problemet, varfnin, tristnin, presionet, këtë që e ki pas, ti si e nal me e përhap dritën e fesë Allahu Dhu Xhelal. Andaj për këtë sakrificë, për këtë angazhim, për këtë punë të madhe që e ke bo, ne kina me dhonë ty të mira në këtë botë, po kina me të dhonë edhe Kautherin, lumin e xhenetit, inshallah taala. Po, kur t'japun e këto të mira, ti o Muhammed edhe krejt besimtarët musliman, duhet me e manifestu falendrimin e tyre ndaj Allahut për të mira që ne ka dhonë me dy adhurimet mëdha. Fasalli li rabbika, ti fal namaz për Zotin tanë, wanhar dhe therr kurban. Fasalli, fale namazin,
Ulemat e tefsirit, dikush ka thonë është qëllimi namazi, çdo namaz, dikush ka thonë është namazi i Bajramit. Pse është namazi i Bajramit? Se është lidh me kurbanin. Po ulemat kanë thonë, fale namazin të gjitha namazet, edhe ai që i falë të gjitha namazet, nuk e lën namazin e kurbanit, namazin e Bajramit falë. Ama ai që e falë veç namazin e Bajramit, e si falë namazet tjera, nuk e qonë vend këtë urdhën Zotit Dhul Gjelal. Sa Allah po të falu për Zotin tanë. Fale çdo namaz. Ai që e falë çdo namaz e falë edhe Bajramin. Ama ai që e falë veç Bajramin, e si falë namazet tjera, nuk hin këtë ajet. Se nuk është për atyre që janë falë rregullisht. Edhe andaj duhet me qenë të vëmendshëm besimtarët, nëse duan ta falënderojnë Allahun për të mirat që va ka dhënë, t'i rinë gati namazit. 5 kohë të namazit gjatë ditës, vjen edhe xhumaja si sot, namazin e xhumas, vjen edhe Bajrami, kur di vjen edhe Bajramin e fal. Ama veç me Bajram e me xhuma nuk është garanci që ti mundesh me shpëtu. Këtu tha fesalli li rabbike, fal për Zotin tanë. Pse i tha fal për Zotin tanë? Sepse në Mekë në atë kohë njerëzit i faleshin, i luteshin idhujve, statujave, gurve. Andaj adhurimi besimtarit duhet me qenë i drejtum vetëm drejt Allahut. I sinqert vetëm për Allahun. Pse? Sepse Allahu është krijuesi jon, edhe Allahu është ai që kujdeset për gjendjen tonë, që nga momenti kur fillon jeta në barkun e nanës e derisa shkojmë në xhenet apo në xhenem, Allahu na ruaj. Këtë ato faza jemi nën kujdesin e Allahut Dhul Xhelal. Andaj ky Zot që kujdeset për ne, edhe kurse kemi babën edhe nanën afër mu kujdes për ne, ky Allah që kujdeset për ne edhe kur e kemi babën edhe nanën afër, po s'kan mundësi mu kujdes për ne, ky Allah është ai që kujdeset për ne edhe kur e kemi doktorin në spital afër nesh, po thot s'kam çka bëj unë. Në të gjitha ato situatat kujdeset Allahu për ne. Edhe andaj ne mas shumë të kemi borç ndaj Allahut se sa ndaj krejt krijesave tjera. Edhe kjo duhet me u gdhen në kokat tona dhe në zemrat tona, se na jemi borxhli tan jetën ndaj Allahut Dhul Xhelal për të mirat, kujdesin, dhuntit, begatit që Allahu na jep neve vazhdimisht. Edhe kur smuhesh, edhe atër kujdeset Allahu për ty. Edhe kur ke varfëri, edhe atër kujdeset Allahu për ty. E mos flasin kur ti je i shëndosh, e kur ti ke pasuri, e kur ti ke famë, e kur ti ke begati, atër gjithsesi kujdesi Allahut është i kuptueshëm për shumicën prej neve, mirë po edhe në kohën kur na jemi të smur, edhe në kohën kur jemi të varfër, edhe atër kujdeset Allahu, po kujdesi i tij në ato momente për ne është e paqartë. E ka nevojë me elaborue për me botë të qartë, pa jo në tjetër rast. Pastaj tha inna shani'aka huwa al-abtar, dije o Muhammed se ata që të shajnë ty, ata që të ofendojnë ty, ata janë farsosur, ata janë farhumbur. Domethënë, ata që të shajnë ty e thënë se simet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam asnjë gjallë mas, e s'ka kush e trashëgon, e s'ka kush e vazhdon familjen, sulalen, sojën. I thot Allahu Dhul Xhelal, ata që të shajnë ty kështu, sepse ju e dini se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i vdiqën krejt evlat të konë ai gjallë, përveç Fatimes radiallahu anha. Këtë i vdiqën për para, edhe djemt i vdiqën, edhe qikat i vdiqën, veç Fatime i me të gjallë. E tash masi djemt i vdiqën, të arabët në atë kohë, për edhe të na shqiptarët, themi ju fiko gjaku. Nëse s'ka djem, s'ka bura në shpi, ju fiko gjaku. E këta mushrikët e Mekës, masi i vdiqën djemt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe Abdullahi, edhe Kasimi, edhe Ibrahimi, thanë, ju fik o gjaki Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E tha Allahu Dhul Xhelal, inna shani'aka huwa al-abtar, ata që të ofendojnë ty në këtë formë, ata janë farsosur. Ata janë, domethënë, farhumbur, ata janë o gjaku i tymbë është i fikun. E tash, në lidhje me këtë ajet kuranor, janë disa mesele që i kanë tregu ulemat
Do thot, se cili njeri që ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë dunjë do i fiton të gjitha të mirat që i ka fitu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht me dallim të pozitës, ama kush eth udhës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i fiton të mirat këtë botë dhe i fiton të mirat në ahiret. E ata që largohen nga rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga suneti i tij, atëherë ata po aq kanë me qenë larg këtyre të mirave që va jep Allahu dhu xhelal besimtarëve të sinqertë që ndjekin rrugën e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ebu Bekr ibn Ayyash, njëri prej ulemave të brezave të artë e Islamit, thot kështu: inna ahle sunneti yabqawna wa yabqa dhikruhum. Ahli sunneti, idhtarët e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata do të mbeten vazhdimisht në kam, për herën në botë, që nga koha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në kiamet, ka me pas burra që e ndjekin rrugën e sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ndahen për kësaj rrugë. Ani se mundet me ju kushtu, ani se mundet me pas vështirësi, ani se mundet me pas presion për mi, ata kanë me vazhdu me ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ande tha Abu Bakr ibn Ayyash, i tha ahli sunneti yabqaun wa yabqa dhikruhum, dhe ka me mbet përmendje e tyre e ngritur lart. Domthon kanë mu përmend për të mirë. Pse? Se ndjekin sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj thot wa ahlu bid'ati yamutuna wa yamutu dhikruhum. E bidatxhit, ata që bëjnë bidate, shpikin gjëra në fe, ata tukon gjallë vdes emri tyre, edhe nuk përmendin për të mirë ata. E kjo është një mesele shumë e madhe vëllazni, që të gjithë neve, hoxhallarë dhe xhamat, na detyron me qenë të vëmendshëm në mësimin e fesë Allahu dhu xhelal, që vazhdimisht ta kemi brengë dhe gale, që fenë Allahu ta mësojmë nga Kurani fisnik dhe nga hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kjo neve do thotë na ngrit në dunjë dhe na ngrit në ahiret. Pastaj ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija, thot وذلك أن أهل البدعة شنعوا بعد ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم. Pse ndodh me bidatxhit kjo gjë? Thot sepse ata sillen keq me një pjesë të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe andaj për shkak sjelljes së keqe të tyre ndaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata humbin prej të mirave të Zotit dhul xhelal po aqin këtë dunjë. E ata që e ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ecin në rrugën e tij dhe nuk lakojnë djathtas edhe majtas as pak, ata do të fitojnë pozitën e lartë, po aq lartë sa ishte edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe ata kanë hise në ajetin kuranor ku Allah thot wa rafa'na laka dhikrak. Dhe na ta ngritëm ty emrin nalt. Wa rafa'na laka dhikrak. Ta ngritëm nalt emrin tanë o Muhammed, edhe ka mu ngrit emri secilit që ndjek sinqerisht, edhe seriozisht, edhe saktësisht rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Imami jon është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe na në namaz kur falemi, aq sa e ndjekim imamin namaz, aq fitojmë nga shpërblimi i namazit. Aq sa vonohemi në ndjekjen e imamit, aq na paksohet neve sevapi. Edhe njëjtë, në kuptimin e fesë, në mësimin e fesë, na imam e kemi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe përderisa na e ndjekim atë të gjitha mësimet e tija dhe veprojmë sipas udhëzimeve të tija, atëherë po aq na do të jemi ngritur në këtë dunjë edhe do të jemi ngritur në ahiret. Andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, فإنما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم. Thot aq sa të mira lumturi i ka dhënë Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në dunjë në ahiret, aq do kenë edhe ata besimtar që e ndjekin sinqerisht Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته. Normalisht askush nuk ka mundësi me mri në drejtën e pejgamberisë, sepse ajo është
është dhuratë që Allahu jep kujt don ai, e ishte dhurata e fundit që Allahu ja dha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ka mundësi me marrë sevapin e imanit edhe veprave të mira që i bën besimtari duke ndjekë rrugën dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj inna shani'aka huwa al-abtar, ata që të shajnë ty janë farsosur, vlen edhe për ata bidatxhi që shpikin bidate, shpikin kuptimet veta të fesë që s'kanë bazë në Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mundohen në atë formë ata me e zbatu islamin me gjithë ato shtesa që i kanë shtu vetë, e si ka ata as Kur'ani, as suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një kuptim madhështor që del nga këto ajete kuranore. Kuptimi tjetër që kanë thonë ulemat, inna shani'aka huwa al-abtar, ata që të shajnë ty, ata janë farsosur, vlen për të gjithë ata njerëz që na e mbajnë amen se shumë frik ndodhi. Këtë ata njerëz që bëjnë karikatura, apo e shajnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për jo muslimanve, sepse ai që e shajnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam apo i bën karikatura, ai s'mund të qenë musliman. Edhe nëse ka emër muslimani. Këtë duhet me pas qartë. S'mundet me qenë njeri musliman nëse e shajnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, apo bën karikatura tallëse me te. Andaj të gjithë ata që bën karikatura, qoftë në Danimark para 10-15 viteve, qoftë në Francë para 6-7 viteve, ata janë farsosur. Ata mundohen nëpërmes karikaturave me ul, me denigru pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, realisht ata e ulin vetveten. Dhe ata ja përcaktojnë fundin e karrierës së tyre. Edhe është dëshmu se krejt ata që kanë marrë guximin me shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo me bo vizatime tallëse, përbuzëse, që quhen karikatura me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ata fundin e kanë pas të keq, ose kanë vdek në aksident, ose kanë bo vetvrasje, ose kanë falimentu, ose janë të shmend. Edhe kjo është fundi tyre, sepse kjo është garancë për Allahu dhul xhelal, inna shani'aka huwa al-abtar, ata që të shajnë ty, ata janë farsosur. Ata kanë me pas fundin e keq, ata kanë me u përbuz, ata kanë me u nënshmu. Mirë po, për neve besimtarve kërkohet në kësi raste, na me tregue rreshtimin ton, përcaktimin ton, se për ne, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe nderi i tij dhe pozita e tij është më e madhe dhe më e shtrenjtë edhe se jeta jonë. Është shumë më rëndësishme e kuptu këtë. Kjo është pjesë e besimit, e imanit, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pozita e tij, nderi i tij janë më të mëdha të besimtarët e vërtet se sa dhe jeta e tyre. Nëse nuk e kemi të qartë këtë situatë, atër duhet na me i ra mas vetvetes edhe me kontrollu imanin ton. Talha ibn Ubejdullahi radhiyallahu anhu në betejën e Uhudit i rike para mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam luftë. Ata e gjyshin me shigjet, ki shkojke dirke përpara, edhe shigjeta mëse me rok Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e roke Talha ibn Ubejdullahi. Ata e gjyshin me shtiz, ki dirke përpara, mëse me godit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam godit jetë Talha. Ishte theke fidake ebi wa ummi, fliofsha vetveten familjen teme për ty ja Rasulullah. Do të nuk mujke me paramendu. Esim për para vëzni, pak mushti safat. Mushti safat plotësoni rreshtat që tina të që janë jashtë mrena. Nuk mujke me paramendu që mu lëndu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë ki afër atij e mos me mbrojt ata. S'ka mundësi. Kështu kanë qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri radhiyallahu anhu në hijret, kur hinën në shpellë, hyni i pari, tha ja Rasulullah, mos më ndodh ty në akrep me të kafshu, unë po hi po kontrolloj spari. Edhe ishin 3 vrima. 2 vrima i mbylli me durt me këmbët e tia, një vrim do thot me gur, një vrim e mbylli me këmbën e tij, e kafshoi akrepi atë, i rodhën lotët nga kafshimi, pos lëvizje Abu Bekri radhiyallahu anhu. Tha më mirë, tha fliona une se sa kafshon akrepi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A e kuptoni o vllazni, çka do të më thonë me dash për një me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E sot
prej neve nuk kërkohet aq sakrificë. Mirë po ne fatkeqësisht sot harrojmë edhe salavat me çumbi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, megjithëse është ditë e xumë, edhe për adhurimeve të vlefshme dhe të rëndësishme në këtë ditë madhe me çu salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E jo më me shkumenja me thonë, si kur të kisha qenë unë e gjallë, kohën ku ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ta kisha ndihmu atë, e ta kisha mbrojt atë, e ta kisha përkra atë, e të kisha qenë në shërbimin e tij sallallahu alaihi wasallam. Dashni e cila fatkeqësisht nuk është shumë e theksuar në mendjet edhe zemrat tona. Ama le ta dinë të gjithë, aq sa e du Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe aq sa e mbrojmë atë të gjallë të vdekur, aq na ngrit Allahu në dynjën e ahiret. Edhe aq sa na e harrojmë atë, edhe nuk na dhimbset ai as suneti i tij, aq na ul Allahu në dynjën e ahiret. Pra inna sha'naka huwal abtar e ka edhe këtë kuptim për kuptimeve që e jep kjo sure e shkurt. Edhe për fund, Allahu Dhu Gjelal përmendi në këtë sure dy adhurimet mëdhaja. E përmendi namazin edhe e përmendi kurbanin. Me namaz e falënderojmë në mënyrën më të mirë të mundshme Allahun Dhu Gjelal për këtë dhunti që ne ka dhënë. Andaj t'i nejmë gati namazit, edhe sabahin, edhe drekën, edhe iqinin, edhe akshamin, edhe yatsin. 5 kohët e namazit gjatë ditës të rim gati e t'i falim kohën e vetë. Jo me në ndodhë na me farë sabahin në ora 7, apo në ora 8. Se s'është e falë me sabahit ajo. Sabahin në ora 6, sabahin në ora 6:10, sa është ikameti që bëhet. Atëherë du të me farë sabahin. Sabahin para se me lindjeli, tash dimit elhamdulillah është vonë. Po edhe verës kërë është 3:45 në 4, që atëherë me farë sabahin. E me njetë gati namazit, se është adhurimi ma i madhë në islam, edhe mënyra ma e mire falëndrimin dhe Allahu Dhul Gjelal. Rini gati namazit. Ja shifni e khejrin dunja në ahiret. Se kush nuk i rin gati namazit, pasha Allahu në madhë, shumë probleme dhe të lashe që i vini për shkak se ai nuk falet. Aq sa më shumë i rimi gati namazit, aq më tepër Allahu Dhul Gjelal na i leton vështirësitë e kësaj jete dhe na leton vështirësinë e ahiretit. Edhe e dyta kurbani, sakrifica, pasuri, Allahu të ka dhënë pasuri, ti therr kurban. Nëse këshirë veç me la borgjin, me marrë një dele, dhe më dhënë të hollë e imt e dvogël, veç se me la borgjin. Jo, këshire le tjetë ma e shtrenjta, ma e mira, për me therë kurban, për me boj ibadet dhe me uafru të Allahu Dhul Gjelal. Pra kjo është një sure e shkurt që kam qef që gjithë na ta dim, ta mësojmë përmendsh, ta përdorim në namazet tona, po edhe këto kuptime që i bardh në vete kjo sure, ti kemi para vetës gjatë jetës sonë, inshallah Allahu na kaplon me mëshirën dhe bekimet e tija. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.